mrekulluar dhe e veshur si për divan, Shurete Beluli në këtë gjendje pret nusën të dera. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore Shurete Beluli ka rikthyer edhe një herë vëmendjen e publikut me një paraqitje të mrekullueshme në videoklipin e saj më të fundit. Në një postim të shpërndar nga artistja Anxelusha në rrjetin social Instagram, Beluli shihet duke shkëlqyer me një fustan të gjatë ngjyrë blu të hapur dhe përçon elegancë dhe finesë. Kjo video është shkurtër shpërndar si pjesë e promovimit të këngës së re me titullin "Dil nuse në prit", përçon emocionet dhe atmosferën festive të dasmave shqiptare, një tematikë që Beluli ka trajtuar shpesh në raportin e saj artistik. Në këtë paraqitje vërehet qartë për kushtimin e detaje, që nga modeli i flokëve të kapura lehtë deri tek makijazhi i butë që ja thekson natyrshmërinë dhe elegancën e saj. Në sfond lullet shëngjyshe dhe ndriçimi i ngrohtë i jep klipin një ndjesi të pastër dhe intime, duke krijuar një ambient të përshtatshëm për testin emocional të këngës. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.